Prodhimi i shegës është i mbar këtë vit. Frutat janë pjekur plotësisht dhe janë gati për vjelje. Beqirgjika është një nga fermerët më të mëdhenj që kultivojnë këtë kulturë në Gjirokastër, me një sipërfaqe prej 2 hektarësh të mbjella me sheg. Shega pothuajse është gati, ka marrë skuqjen e saj, ka filluar të plasaritet dhe është momenti tani që të këputet. Si që shikoni, prodhimi këtë vit është më i madh nga viti kaluar, gati 2 fishi. Vitet e kaluara prodhimi s'ka që në këto shifra, është shitur këtu brenda në Gjirokastër. Këtë vit shikojmë që të dalim dhe jashtë Gjirokastërës. Kjo është një varietet i rrallë, quhet sheg izraelite, është përshtatur shumë mirë me klimën. Janë atë 2 llojet e shegëve, është majhoshja është dhe ëmbla. Kështu që ka njerëz që e marrin dhe e përzijnë bashkë, bëjnë majhoshen e të ëmbël, ka dhe nga ata njerëz që duan veç majhoshen, veç të ëmblen. Megjithatë, një nga problematikat më shqetësuese në këtë periudhë mbetet sigurimi i fuqisë punëtore për vjeljen, si dhe gjetja e një tregu të qëndrueshëm për shitjen e prodhimit. Ato mangësi që ne hasim janë fuqia punëtore, mos subvencionimi nga Drejtoria e Bujqësisë dhe tregu që hasim probleme. Jam në kërkim të krahut të punës për vjelje, diku do duhen 10 punëtor dhe do zgjasi diku 1 javë. Fermeri kultivon 2 varietete të shegës, të cilat janë përshtatur mirë me klimën dhe tokën e zonës, duke dhënë një rendiment të lartë dhe cilësi të mirë të frutit.